Përshëndetje të dashur teleshikues të Rrëth Koçës, jemi në emisionin Thashë Theme Sport, ku do të kalojmë së bashku 1 orë në emisionin tuaj të dashur. E theksoj sërish, emisionin e vetëm sportiv, ku të gjithë mund të bëheni pjesë me telefonatat tuaja, me mendimin tuaj dhe për të kaluar së bashku sa më bukur këtë emision. Si gjithmonë me mua në studio është kolegu Brendon Sali. Brendon, përshëndetje. Përshëndetje Petrika. Atëre kaloi një javë e zjarrt, sepse tani të gjitha kompeticionet po shkojnë drejt fundit, kategoria e parë, superiorja, shumë sportçi, pra të gjitha shkojnë drejt fazës finale tani dhe këto javë të fundit janë të gjitha vendimtare. Ne do ta nisim si gjithmonë nga hallet tona, nga hallet e Skënderbeut dhe ndeshjet e Skënderbeut. Si fillim do doja të ndaleshim pak tek ndeshja e Skënderbeut me Laçin për të i dhënë një kontekst më të gjerë të kësaj ndeshje, por përpara se të shkojmë te Skënderbeu me Laçin, ndalemi tek derbi midis Skënderbeut dhe Pogradecit. Pas mendimit tënd dhe asaj hyrjes që do të bëj unë sërish, do të ftojmë dhe gjithë telefonuesit, por pak pas mendimit tënd. Mirë, do thoja që ishte një javë që e konfirmoi Skënderbeu në krye. Ne parashikuam që do ishte një ndeshje që ndoshta Pogradeci nuk do të luante me aq motivim për shkak se kishte dalë nga objektivi i ngjitjes direkte, por fusha tregoi të kundërtën. Po. Derbi me sa duket mbetet derbi, edhe motivimi i tifozëve pavarësisht se nuk ishte një prezencë shumë të madhe në stadium, po dukej ai tensioni, rivaliteti midis të dy tifozërive që u pa dhe në momentin e barazimit golit të Pogradecit, po dhe në disa momente të tjera gjatë ndeshjes. Dhe për ata ishte si duk sigurisht ishte një ndeshje finale dhe një ndeshje të cilën e kanë interpretuar në mënyrë më të mirë. Pjesën e parë ka luajtur Skënderbeu dhe pjesën e dytë ka qenë dominim i ekipit të Pogradecit. Mirë, ishte në kërkim të barazimit, është normal që do sulmonte pak më shumë, se dominim është fjalë e madhe, se me penalltin që mund të kishte shnuar Nasër, mund të ishte mbyllur çdo gjë 0-2 minutë 70. Por që na është bërë gangren kjo pjesa e gjuajtjes së penaltive. Tashmë sezoni pothuajse iku, sepse mbeti vetëm ndeshja me Laçin, por për sezonin e ardhshëm, për mendimin tim, në fillim të tjetrit. Duhet, jo, më shumë se në fillim të tjetrit, po e shikoj sepse nuk janë të vetmit, se nuk është vetëm Nasër, ka edhe lojtarë shumë të mëdhenj të tjerë që kanë humbur edhe një dhe disa penalti rresht. Por që po them, janë ralluar shumë specialistët e gjuajtjes së 11 metrëshave dhe për mendimin tim duhet shikoj skuadra sezonin tjetër, domethënë ta testoj ta gjej kush do t'i gjuajë. Një lojtar apo dy lojtarë që t'jenë dy alternativa që në stërvitje ti e shikon që ata që godasin më mirë penalltin, pavarësisht se në këto momente Nasri duhet edhe për pjesën e golashnuesit, pasi është në krye të renditjes me 18 gola, një më shumë se Myrta i Laçit që nuk luajti këtë ndeshje për shkak se ishte me karton të kuq, me Kuksin që luajti Laçi me Kuksin dhe me sa duket edhe titulli golashnuesit, edhe titulli kampioni i kategorisë parë do të vendosen në ndeshjen finale të javës tjetër. Brendon, për sa i takon atyre parullave të cilat tifozët e Pogradecit kishin shpalosur në shkallët e stadiumit, Çela ik dhe zguro qëndro ishte kuptimi i tyre. Po, madje ftoj dhe regjinën e TV, kemi në fotoja 3. Duhet thënë që ato banderola janë për shkak të asaj gjithë historisë që ndodhi pas asaj ndeshjes me Laçin, po ja ku i kemi në këto momente. Për mendimin tim, që zguro zemra jonë në kuptimin që është lojtari i shtëpisë, ka luajtur, ka dalë nga ajo akademi, ka dalë nga ai qytet, është normale që të ketë një përkrahje nga ana e tifozërisë. Çela ik pasaj më duket e tepruar. Më duket e tepruar sepse e para, normalisht, tifozët janë të lirë të shprehin mendimin e tyre se si ja ndalon njeri qoftë me banderola, kuptohet në mënyrë etike se ndonjëherë ka dhe raste që ofendimesh, por që është shumë e rëndë për më tepër nuk është se i bën mirë skuadrës. Në këto momente, domethënë ndarja në dy kampe, pra nëse një pjesë e tifozërisë me ranën e Zguros, ku diun klubi apo një pjesë e klubit me ranën e trajnerit. Nëse s'do të kishte një sherr midis Çelës dhe Zguros, do të ishte një tabel Çela ik? Jo. Dyshoj, sepse pavarësisht se nuk e arriti ngjitjen direkte, nuk besoj se do të kishim ato banderola në stadiumin e Pogradecit si në fundjavë. Po ngjitja direkte nuk ka erdhi, por Pogradeci ka rrugë akoma. Po i ka gjithamësim se Byrlisin do ka ose Vorën dhe nuk do jetë një emër i madh si Flamurtari apo Tirana, që Tiranën nëse del Tirana nuk i dihet, por që mirë, për momentin edhe Teuta mund të hyjë në lojë. Edhe Teuta mund të them që Pogradeci e mund. E kupton, Pogradeci mund Vorën, Byrlisin dhe Teutën. Nuk besoj dash. Vetëm nëse bën ndonjë mrekulli Flamurtari dhe ose bie Tirana për në play-off, atëherë do ta ketë shumë të vështirë sepse kam frikë se do luhen lojra të tjera në fushë. Kështu
Këto të treja ekipet unë them që po Gradeci i ka kapacitetet që dhe mund t'i përballojë një ndeshje, është një moment, është 90 minuta janë, kështu që po Gradeci në fundit s'ka më çfarë humbet, por mund shikoj risk të madh të pjesën e play-offit përpara zyrtarit. Për këto që do përballet me vendin e 6 dhe me vendin e 5. Pra këto do jenë, domethënë do jenë lodhje për po Gradecin sesa Shiko, duhet që t'ja rikujtojmë dhe njerëzve për mendimin tim po Gradeci, nëse do truante atë harmoninë, atë përqendrimin, atë vrullin që kishte marrë deri diku javën e fundit, unë them që play-offin e kategorisë pare përballonte pa problem. Po me këto thyerjet që kanë ndodhur brenda grupit, pezullimi i Zguros dhe i Peres, vetë largimja, vetë përjashtimi, nuk e di si është edhe çështja e tij gjithashtu. Duket që nuk ka, domethënë, shtyr ajo harmonia e mirë që ekzistonte brenda skuadrës, ajo që të gjithë punoni për një objektiv, se nëse në një grup, dhe kjo është kudo, jo vetëm në sport, edhe në çdo lloj kompanie apo biznesi apo çfarë do lloj fushë, që nëse nuk shkohet të gjithë të punojnë në mënyrë të sinqertë për të njëjtin objektiv në të njëjtin drejtim, atëherë e ke të sigurt që do të kesh pengesa e dështime rrugës. Dhe po Gradeci duhet thënë që ndeshjen e parë kanë favor dhe barazimin me vendin e 6, sepse luan ndeshjen në shtëpi, por në ndeshjen me vendit kush del fituesi nga vendi 4-5 që në këto momente pak a shumë është Iliria Besa, do e ketë paksa më të vështirë nëse vazhdon, nuk ka ndonjë vendim të prerë të presidentit për ta zgjidhur këtë ngert që është krijuar në këtë moment. Atëherë le të themi këtë që po Gradeci le të shfrytëzojë këto dy ndeshjet për të rregulluar edhe një herë frymën e skuadrës dhe më pas kur të shkojë te play-offi me ekipin e kategorisë superiore, çdo gjë të jetë në harmoni dhe të shpresojmë që të fitojë këtë ndeshje, të cilën shpresojmë të shkojë një herë deri aty, por që këto ndeshje shumë bukur mund të shfrytëzoj për të rregulluar frymën e grupit, për të rregulluar harmoninë dhe atë që thotë ti që të dalë presidenti ose të shkojë presidenti dhe të zgjidhë këtë konflikt, sepse është vërtet problem. Është që mund ta zgjidh. Po, tani shkojmë tek e nisëm me hallet e po Gradecit, tani shkojmë tek Skënderbeu Llaçi, ndeshja e cila do të luhet ditën e hënë në stadiumin e qytetit të Korçës. Po, është një ndeshje që normalisht ishte parashikuar ditën e diel, ashtu si gjithë java e 33 e kategorisë parë. Ka patur një ndryshim të agjendës nga ana e Federacionit Shqiptare të Futbollit për shkak se nuk ndikonte pra rezultati i ndeshjes në asnjë nga objektivat e skuadrave të tjera. Dhe megjithëse duhet thënë që pak a shumë edhe për mbijetesë edhe për play-off pothuajse janë zbuluar gjitha objektivat, gjitha skenaret, mbeten shumë pak gjëra për tu vendosur. Dhe Llaçi Skënderbeu do të luhet në stadiumin e qytetit të Korçës në orën 17, pra në orën 5 pasdite, dhe natyrisht edhe nga emisioni bëjmë ftesë gjithë tifozëve, parashikimet e kohës paktën deri ditën e sotme janë që do jetë një kohë e bukur me diell, pra do jenë temperaturat optimale për një ndeshje futbolli. Shpresojmë që pavarësisht se nuk është ai trofeu i madh i kategorisë superiore, po pra kategoria e parë me një trofe mbetet, është edhe pjesa e atij shpërblimit famshëm 30.000 euro. Kështu që duhet që skuadra, me sa di unë mungesa nuk ka për momentin, nuk ka dëmtime, as me kartona. Mirë, po nuk e di ma do të jetë. Po, Marko Alia është, besoj do të jetë në stol këtë ndeshje, megjithatë dua të shikoj dhe Llaçin pasi vjen për një rezultat. Skënderbeu duhet thënë që edhe me barazim mund ta mbajë vendin e parë. Para se të më kalosh tek parashikimi ose për të hyrë në detajet e ndeshjes, do ftoja të gjithë regjin që të vi vendoste numrin në ekran dhe të gjithë teleshikuesit të bëjmë pjesë me telefonata, ku do të kërkojmë dhe atyre mendimin ose parashikimin për këtë ndeshje. Pra tani derisa të vi telefonata e parë, ti mund të thuash atë që ti parashikon ose atë çfarë pritet nga kjo ndeshje, por nëse vjen telefonata do t'i kaloj telefonatës linja. Kështu që si gjithmonë kemi rregull në emision, nuk diskutohet ajo. Dhe kuptohet, temën ndaç për Skënderbeun si ashtu edhe për Gradecin, varet nga pozicioni janë, po. Ku e kanë hallet, ku e kanë. Okej, qëndrojmë te Skënderbeu. Atëre tek po e shikon. Kemi telefonatën e parë. Përshëndetje. Ju përshëndesim nga Burreli. Përshëndetje Burreli. Burreli në çfarë pozicioni mbylli? Është në vend të 7-8 aty, po ende si diet. Mund ta ka vendin e 6. Do ta ka Burreli play-offin apo jo? Dëgjoj, nuk e di për Burrelin, po do flas për Korçën dhe për Llaçin. Okej, dakord. Se un e kam treguar një herë dhe nuk do ta tregoj më. Po. Ke telefonuar dhe herë tjetër, po. Unë kam marrë atje në Korçë. Po. Tashi unë ju uroj sukses e Korçës, po vështirësi e ka si shtat e ky shoku jot. Po. Me Llaçin. Po, sepse Llaçi vjen për një rezultat, ndërkohë që ne vjen sa është ai fuzimin mes. Ja shumë. Po, e vërtetë, për tepër Llaçi është një skuadër që edhe në transferta ka treguar ndeshje të mira. Javën
para kur biseduam bashkë, ke lujti me Pogradecin, Po. dhe thash që fiton Laçi, nuk fiton Pogradeci. Po, ishe shumë i para saktë. ndeshjes po, Laçi Pogradeci, po, e vërtet. Thash, edhe unë dëshiroj Skënderbeun, po e ka pak vështirë se nuk është Skënderbeu që ka qenë. Po mirë, po pjesa e stadiumit, tifozëria, gjitha do t'jenë barazimi, do t'jenë në favorin e Skënderbeut, kështu që... Do kesh unë uroj suksese, ta thash. Okej, shiko se ti je shumë i saktë në parashkim, ma ba jep një parashkim të saktë për këtë ndeshje, jo me rezultat, po kush fiton? Barazim. Barazim do me dhënë Skënderbeu shpallat kampion. Ose 1-0 për Laçin, mbaje mend. Okej, në rregull. Okej, në rregull. Do ta mbajmë shënim. Nuk e ti shuri Korçës. Po? Nuk e ti shuri Korçës. Po. Mirë, po është ndeshje e vështirë thoni. Po është e vështirë se Laçi vetëm po ron dakord që nuk e lën ti ndjep jemo. Pra ne të kam shep se je sportash më shumë se sa ti vos. Shiko, këtë po ran dakord, besoj se në këtë ndeshje nuk ka ndonjë dakordsi sepse Laçi fitoi përballë Kuksit ku ne prisnim që do kishte një surprizë, kështu që Laçi vjen për fitoren e kampionatit dhe në postime më pash që ekipi Laçit vjen vetëm për fitore thon. Po, tortën e kam marrë nga Laçi, vetë jam nga Burreli, Jekurinë e kam marrë nga Korça, kam marrë shef të fitore Korça, por vështirë ka po ta them me pas të di. Dakor, faleminderit shumë për telefonatën, do dëgjojmë sërish. Uroj suksese, po nëse të dalë do të telefonoj prapë. Jo, ti do telefonosh si do që të dalë. Sa herë të duash, çdo javë. Do të telefonoj vetë se kam me datën 3 një datë lindje, jam ftuar se do të vija direkt në Korçë. Në rregull. E kuptoj. Mirë, shumë faleminderit për telefonatën. Morëm nga Burreli. Burreli. Tifoz neutral, domethënë për ndeshje. Nga Burreli afër me Laçin aty Pjekurin tha e ka. Po ka kaluar në Korçë Shtrina ai. Shiko, prap telefonuesi ishte anonte nga Laçi. Do dëgjojmë deri diku, barazim tha ose fiton Laçi. Do dëgjojmë telefonuesit e tjerë si do të kenë. Kemi tjetër telefonat, po. Përshëndetje. Përshëndetje, si ka qenë? Mirë, si jeni ju? Duke ti ke qenë mirë? Mirë, atëherë ç'mund na thoni për ndeshjen Skënderbeu Laçi? Dgjoj. Unë kam qef që të fitoj Skënderbeu, po vështirë ka. Ju jeni nga? Po nga Korça jam, unë kam atratojë. Po mi sa ti punoj. Shiko, dakor, po ti na dëgjon që nga radioja besoj. Po jo, nga radio Dhe në pallatu kam parë të dyve se i dikën e sportet në volejboll, basketboll, çu basketboll, jo po volejboll, kur të bëhet basketboll do ta ndjekim. Do ta ndjekim me basketbollin patjetër. Po patjetër. Të rikonstruktohet pallati. Atëre unë ju dëgjoj këtu nga radio, unë jam taksi dhe punoj, po dëgjoj tash këtu. Unë kam qejf të fitoj. Skënderbeu po e ka të vështirë, do ketë presion Skënderbeu. Po. Si thua ti? E vërteta është që presioni do të jetë, por fakti që ne na bën punë dhe barazimi, lojtarët do të jenë pak më të çliruar në kjo pjesë. Di barazimi, di që na bën punë, po këta vetë i bën këto gjëra me. Shiko, unë do ta jap një parashikim me qenë se ma kërkove. Unë do ta them trosh, po për mua fiton Laçi në Korçë, kështu që nuk e di, unë shpresoj. Ty s'të kanë dalë parashikime të sezon. Mos po bën ka stile që të dalë kurrë. Jo, mua s'më vinda i ekip. Unë kam frikë me të kazën, unë kam frikë të shikoj këtë, nuk janë. Edhe unë të njëjtin që kam. Dhe për mua po erdhi Laçi motivuar, i vuri çik në presion. Ajo mbrojtja tonë është fare pa testuar një në situata me ekipe të forta. Kështu që unë kam frikë se mbase fiton Laçi. Po këtë kam frikë dhe unë. Gjithsesi, qëndrojmë në barazimi, se aty më duket sikur do dal kjo ndeshje dhe ne do shpallemi kampion. Isha da marrim barazim. Kjo është ideja, kjo është që të marrim barazim. Mirë, Maksi, të falenderojmë shumë për telefonatën, shpresoj të dëgjojmë sërish. Përshëndetje dhe miru pafshim. Faleminderit për telefonatën. Jo, di pse ta thash ata nuk është se ndonjëherë e bën ndonjëherë kur do të parashikosh thua dhe të kundërtën që të dalë tjetër. Jo, se shko, unë kam folur gjithë sezonin për Skënderbeun dhe ti mo, e thua do të fiton Skënderbeu. Për mua, po mund të fitojmë se s'ka ndonjë çudit madhe. Po dhe në barazim është maksimumi. Kemi tjetër telefonat. Për të fituar Skënderbeu haroj ti. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, du të thash mas pikë. Alo. Përshëndetje, je në studio. Je në live. Po. Përshëndetje, je në studio. Na dëgjon nga telefoni të lutem. Jam në Elbasani. Shumë mirë, na dëgjon nga telefoni. Po, jam tifoz me Korça do fitoj. Shumë mirë. Pra, do fitoj Korça, më thuaj Laçi, s'ka dhe Laçi, do fitoj Korça, Skënderbeu.
Je mos jeni nga Korçari, je migruar në Elbasan apo jo? Jeni nga Elbasan? Migruar. Unë jam Elbasanli, po jam tifoz me Korçën. Bravo. Shumë mirë. Veçantë. Do fitoj Korça, mos për unë do fitoj me Korça do fitoj. Shpresojmë. Po njek nga televizori edhe kam qenë si spikri shumë i mirë. Jo, do fitoj Laçi. Laçi ku fitoj Laçi, ku po me Laçi, s'kemë ka 143. Laçi me doli kush. Ore, ne të gjithë këtë shpresojmë, këtë dëshirojmë, po. Do fitojm. Do fitojm, po do të marr telefon papë të dallas, unë jam tifoz i shmur. Të marrësh prapë sa herë të duash. Të marrësh sa herë të dëshirosh, faleminderit që na ndjek nga Elbasani. Edhe Elbasani urojmë të fitoj Superligën. Urime edhe Elbasanit. Ku e ka? Skënderbeu ditën e herë në orën 5 pasdite, në orën 17. Ditën e hanë, po, a do ta shikoj se zbanun? Po patjetër, besoj shumë do e ndjekin atë ndeshje. Korça ta kaloni mirë. Faleminderit për telefonatën. Elbasani do marr kupën e Po, do dal kampion, shpresojmë patjetër se kemi edhe një ish të Skënderbeut si trajneri Gozdenović. Ja për shembull te Elbasani nuk gabojën, që kanë parashkuar Elbasani kampion të Shqipërisë. Mirë, midis Elbasanit dhe Vllaznis do ndahet në fund besoj. Po Elbasani si kampionat e ka fituar Elbasani. Si, besoj edhe mendoj se është një luajtje edhe 100.000 euro nëse merr vetëm kampionatin, vetëm e merr si. Është me shtesë ajo pastaj, përveç Final Fourit. Mirë, kemi tjetër telefonat në këtë moment. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Petrika Spartaku nga Kolonia me Shisot. Përshëndetje Kolonia e di që është me Shisot Kolonia. Shiko, do kaloj në këto reshje sepse nesi do të hapet koha sepse është edhe 1 maj edhe po dëgjoj, kemi frikën e ndeshjes këtë shite do vi ta shikoj në Kosovë. Do vi ta shikosh ndeshjen me Laçin. Po patjetër kemi tonën. Edhe si e parashikon se shko kur thot 4-0 tani. Unë frikën e kam në mbrojtja, se to gaboj mbrojtja. Ashtu është edhe unë aty e kam, pra ndajmë të njëjtin mendim në kjo pjesë. Këtu e kam Belan unë Petrika të tërë Belanën. Po, parashikimi tënd optimist na duhet. Po atëre për rezultati është ngushtë 1-0. Mirë. Okej. Edhe kaq mjafton, nuk na duhen shumë gole. Mirë Spartak, falenderojmë shumë për telefonatën. Unë po thoja që në kjo që thon Spartaku e kapi mirë. Tek pjesa e mbrojtjes që pjesa e mbrojtjes ton nuk është e stërvitur me ekipe të cilat mund të krijojnë raste, ashtu siç po krijonte raste po Gradeci dhe në fund fare në një ndeshje që po mbyllej e bën gabimin ata. Jo mos edhe Laçi me po Gradeci na ditë fushën ti Brigogja pressing lart është skuadër që nuk e kanë fjalën po flas për Skënderbeu, nuk është puna tek po flas. Po sa ajo vjen në vështirësi mbrojtje, po bëri pressing. Laçi është një ekip që mund të vënë në vështirësi shumë kollaj dhe mbrojtja ton është si mbrojtje e Bajerit. Është Swinjer, fut shumë ujë. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, si a quat? Jam nga Tirana i tifoz i Partizanit. Shumë mirë. Se kemi punën mirë ne me këta të Partizanit, po që s'ka problem. Di që se keni mirë, jam ai telefonuesi që gjithmonë, okej. Shiko. Urime për barazimin që morën dhe atje në Pogradec. Okej. Faleminderit. Tashi do jap një opinion. Po. Ti nuk je pesimist që do fitoj Korça me Laçi. Nuk jam optimist. Optimist, tash pesimist. Okej, s'kaq. Edhe unë që jam ashtu them se këtë radhë Korça do ta kaloj. Do ta kaloj, domethënë me parazima me një gola do ta kalojmë. Po Laçi është në formë. Po. Është më në formë se Po pra dhe unë këtu thash. Megjithëse është një skuadër me moshë të re shumë. Them se atmosfera që do bëhet në Korçë, domethënë do ndikoj. Do dali kampion. E di ku kam shpresën, po ta them ty, po ja them edhe kolegut, fakti i Skënderbeut pa presion. Skënderbeu që po ka luajtur këto ndeshjen e fundit, 2 ndeshjen e fundit pa shumë presion, ka treguar një Skënderbeu tjetër që se kishin parë, kupton? Dhe kjo më kushëllon çik që mund të shikoj një Skënderbeu të mirë ditën e anë, po prapë unë anoj, domethënë te barazimi. Do edhe unë ashtu jam, po them se do dilni kampion, Shpresojmë. Gjithë të mira. Shumë faleminderit për telefonatën. Edhe do ju telefonoj prapë te ditën tjetër. Patjetër sa herë të dëshironi. Do bëhemi miq neve. Patjetër, ne jemi miq tani, pse do bëhemi?
Po do bëjmë kur vim Korçë do Në vim Superligë, Patjetër sepse ti ke informacione. Do vish për Superligën patjetër. Ke informacione, do vishe për Superligën, mirë thot, se vitin tjetër do përballemi. Do dalim për Superligë, do dalim, do takohemi, Okej, lem të hapur atëherë. Gjithë të mirat. Kalofshi sa më mirë. Faleminderit. Unë po thosha pak të pjesën që kur luan për dy rezultate, vërtet Skënderbeu nuk ka presion atë kuptim që po thua ti, por ndonjëherë për dy rezultate hyn ndonjëherë dhe ajo skuadra që hyn për një teorikisht do të ketë më shumë presion, luan më mirë se sa ti që luan për dy, se kur spekulon ndonjëherë me rezultatin, varet nga lloji i skuadrës, pastaj varet nga cilësia, varet nga shumë faktor, por që duke parë këtë, kjo më krijon një farë dyshim mua se ndonjëherë kur luan për dy s'merr asnjë kur i thon fjalës dhe nga ana tjetër Laçi më duhet një skuadër me moshë mesatare shumë të re. Në një moment unë besoj diçka s'kemba shpresoj që të jetë kjo finale. Po Pogradeci një moshë mesatare shumë të re dhe e treguan veten shumë të saktë ata. Skënderbeu nuk është Pogradeci. Sa duhet kemi telefonat, përshëndetje. Alo, përshëndetje çuna. Përshëndetje, kënaqësi. Vllaz Gabilishti. Përshëndetje, kënaqësi që po dëgjojmë. Jam tifoze e tmerrshme e Skënderbeu dhe mos ma shaj të lutem. Nuk e ku e shava unë Skënderbeun? Folin çik. Po leza se kam nga zona time po lezësh. Dëgjojmë mua. Urdhro. Skënderbeu të në Europejtë ne do ta shikojmë kështu. Edhe do t'i japim energji pozitive që ai të fitojë 2-0. Do vish në stadium apo ta shkosh nga televizori? U do ta shkoj nga televizori se jam pa qef. Të shkuara. E mirë, në rregull. Po më mbeti merak. Që nuk doli dot kampion që jam në pas. Që njam më përpara që ta kishim siguruar domethënë. Po edhe po të kishim fituar me Pogradeci nuk e siguronim dot se fitoi Laçi, duhet mos kishim fituar Laçi. Ishim në dorën e Laçit, mirë thot kolegu. Mirë, ju uroj suksese këtë. Gjithë të mirat ju uroj. Faleminderit për telefonatën. Ju gjithë të mirat. Faleminderit. Gjithashtu, edhe e parë që na telefonon dhe një tifoze e Mos gaboj po. Shumë mirë. Kështu që zgjerohet. Jo, normal mos se futbolli është i hapur për të gjithë, nuk është. Jo vetëm që zgjerohet të harta, po do zgjerohen edhe pjesët e tjera, po na telefonojnë gazetar, po na telefonojnë femra, apo na telefonojnë njerëz sportdashur, kështu që Elema, vazhdojmë aty ku kishim. Dhe po thosha Laçi është një skuadër me moshë mesatare 3 pavarësisht se me Pogradeci nuk u vure kjo gjë. Nuk tregon, por Pogradeci nuk është një skuadër po dakor, po nuk do të thotë gjë, unë e di që do të thotë gjë madje ata mund të jenë më energjik, mund të jenë në formë fizike më të mirë, ku di unë ka shumë, po them siç janë këto aspektet pozitive që Laçi ka dhe ne s'po ja mohojmë se është me merit aty ku është, se si ka falur besoj njëri gjë. Ideja është që në këtë ndeshje finale mund ta vuaj paksa këtë mungesën e eksperiencës si skuadër e re, domethënë sepse nëse mund të psojnë gol të parët apo nuk mund të përmbysin rezultatin ose nuk din ta kthejnë. Ka shumë faktorë. Jo, e di pse shkom, e di ku ka bon. Laçi është pa presion. Detyrat e tij ka bër. Nuk e besoj që Laçi është pa presion. Jo, pa presion fare, pa presion fare. Detyrat e tij ka bër, vjen do luaj një ndeshje, domethënë do shfaq Laçin më të mirë. Zakonisht. Mirë, kemi tjetër telefonat. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, telefonata? Alo. Përshëndetje. Ma mbylli. Jo, këtu je. Vetëm na dëgjon nga telefoni. Je live në studio. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, na dëgjon nga telefoni të lutem. Mirë, Petika. Urdhro. Në rregull, po të dëgjoj nga telefoni, përshëndetje. Okej. Vetëm një gjë, po të fitone me Pogradecin, Laçi dhe të fiton dhe ne këshim të marrë për sëri apo jo? Jo, sepse do luaj gol avarazhi pastaj. Jo, luaj edhe ndeshja direkte se kemi. Edhe ndeshja direkte, po, kështu që prap një histori ishte. Po të mund të Laçi këtu prap ta merr. Po si na i merr, ne ishim do me 3 dhe 1-4 pika përpara, si do na i merr. Si 3-1. Si e 1-4 se ishe 3 ishe. 3. Jo, do ishe prap distanca, po të kishe fituar ti do kishe 2 pikë më shumë. Je 1 pikë do ishe 3 pikë. Petrika tani do ishe 3 pikë para, domethënë me ato 2 pikët që lënë Pogradec, sot je 1 pikë, do ishe 3 pikë para Laçit. Edhe me 3 pikë distancë, po të mund të Laçi me pikë të barabarta ta merrte prap titullin. Jam dëgjues, ju ndjek. Kam në Vlorë ku do e kam pas Skënderbeun. Goçari janë nga një shtati Korçës, nga Kuçizia. Shumë. Na bëhet qifi se dhe e duam e gjithë shpirt që do fitojmë t'ja marrim Laçin nga Inati. Edhe ai miku i Partizanit. Ne mik do ta kemi, po nuk e kemi mik, se ata ne me tëra do dënimet.
Po mirë, shiko, tash i tifozët janë tjetër gjë, drejtuesit janë tjetër gjë. Na i bën drejtuesit edhe gjë të tjera, po. Nuk Tash do bëjmë luftë me njerëzit. Ne unë ja thash atij që si kemi dhe marrëdhënie tash të mira, ai thash. Të dëgjova. Allah miru pafshi me mbarën, e me fitore. Faleminderit gjithë të mirat. Ja dhe dëgjuesit edhe teleshikuesit tanë janë të lezetshëm dhe të vëmendshëm në pjesën e prandaj është, domethënë, ky emisioni ton nuk ka presion brenda. Kjo është e rëndësishme. Dal se kemi Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, përshëndetje, nga po telefononi? Ju telefonon nga Devolli. Përshëndetje, nga Devolli. Urime për Skënderbeun. Nga Devolli nga cili fshat apo qendër? Aty në periferi, aty në Menkulas janë. Menkulas, okay. Në fshatin e Dritrojit. Po, patjetër. Suksese Skënderbeut ton. Ju urojmë tani suksese në superiore, po Superliga ka të tjera kërkesa. Kërkon nivel më të lartë. Patjetër dhe ne duhen disa rregullime, investime, tani disa elemente të mirë ka Skënderbeu. Emat Bomberi, Nasser, Janaki, Dumfur, Porshiri, Mirësh, po duhet dhe përfortime. Aty në ky Dumfuri më duket e shkelet. Vini shpesh e shikoni Skënderbeun? E kam parë disa herë, shumë herë e kam parë. Do jeni ditë në stadium? Besoj se po. Duam të thojmë në superiore edhe njerë Skënderbeun e Europian, Skënderbeun e para disa viteve. Ajo është ëndra e madhe të gjithëve besoj. Si asnjë skuadër tjetër shqiptare që konkurronte në grupet e Europa Ligës. Po, dhe ne të gjitha të shpresojmë. Apo Skënderbeun shumë vite dhe më parë ne të moshuarit e mbajmen Skënderbeun e Kotër Dinevës, të Aleko Pilikës, Janin Kaçit, të Rënit Mbaldit, e vërtet. Rënit Dembos e të tjerve. Emra shumë të mëdhenj dhe ata fatkeqësisht edhe disa herë nuk fituan e disa herë nuk i lanë të fitonin, se ashtu që sistemi atëherë. E po nëse tani urime shumë Skënderbeut duam plasojmë edhe njerë Skënderbeun në Europë, ashtu si vitë më parë. Shpresojmë. Faleminderit shumë. Edhe po gradesin bëri kejve për po gradesin, po nëse. Po mirë, me ka këtë rrugë në gjatë, varet nga këmbët e veta tani, tash varet nga vetja. Besoj aty me ato të tretë kategorisë së parë do ta kaloj me të tetën e Superligës e vështirë do jetë pastaj, po nëse. Ashtu është. Urime Skënderbeut, urime juve si rete Fekorsa gjithë të mirat. Shumë faleminderit për telefonatën dhe do thoja edhe këtë aspekt tjetër që për pjesën e Europian rikthehemi edhe në kjo konferencë lika një pastaj gradualisht deri në atë se kjo është me arritshme kur të vijmë me prapë Europian është prandaj. Ne shkojmë ne të parë në grupet e konferencës, prapë arritje është. Prandaj po. Si unë ta kam thënë që kam ndjesi edhe e them vazhdoj përsëris që një ato grupet do të hyj. Okej, telefonata e fundit para se të kalojmë në publicitet. Alo, përshëndetje. Ani me Korça. Përshëndetje Ani, ke bër mungesë Ani. E po mirë nuk kam të sot në mbyllit kjo këshiku. Ska, shaka. Dakor. Që mendim ke për ndeshjen me Laçin? Më barazim dele dhe do të vim që një që në vënd të parë nuk e lem do të marrin. Kjo është keqardhje nëse do na i marrin në fund, po. Sepse kryesuan që nga fillimi i kampionatit. Do dim ta menaxhojmë një ndeshje e morë mira. Do ta kemi dhe qetësinë, nuk do ta kemi atë për të bërë gol euforin se barazimi tonë. Po. Do arrim ta menaxhojmë si ndeshje po thua. Ta menaxhojmë si ndeshje. Mirë Ani, faleminderit. Ose fitojmë 1-0 ose do dal barazim. Po. Pastaj çfarë do bëhet thuaj të marrim me partitë. Pastaj do ta shikojmë, do të marrim emisionet me radhë, do të shikojmë lojtarët që do vinë, këtu do jemi. Do i analizojmë të gjitha me radhë. Mirë, faleminderit për telefonatën Ani. Mirë, mendoj Brendon se ka ardhur koha për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi përsëri në studion e emisionit Thashë Theme Sport. Përshëndetje, jemi rikthyer sërish në studion e Thashë Theme Sport. Tani do të ndalemi pak tek pjesa e voleybollit, ku do të analizojmë ekipin e Skënderbeut, i cili tashmë është larguar, ekipi për meshkuj, i cili është larguar nga gara duke mbyllur në vendin e dytë përsëri kategorinë e voleybollit shqiptar. Mirë, ka qenë një sezon do thoja unë pak se më uli ngritje me luatje në fillim të sezonit, pastaj fazën e dytë skuadra e mori veten.
arritje mbylli sezonin e rregull në sezonin e tretë, por në vendin e tretë, megjithatë është sezoni i tretë radha ti mos gaboj që dalim në kampion të Shqipërisë, pra mbyllim në vendin e dytë kampionatin dhe përsëri i njëjti rival Partizani, edhe në momentin kur duket sikur i shkasin këmbët, këtë sezon pati një farë luatje, nuk ishte ndoshta ajo skuadra aq absolute pasi arriti humbi dhe kupën ndaj Tiranës dhe kishte një farë shpresë që mbase ky ishte viti që mund të thyej Partizani, por pavarësisht dy ndeshjeve shumë të mira që ka bërë skuadra, do thoja unë, si në Korç ashtu dhe në Tiranë, normalisht nuk ishin perfekte, se të kishin qenë perfekte do kishte fituar, po 2-3 në Korç ku arriti e përmbysi ndeshjen, e barazoi ndeshjen nga 0-2 në 2-2, e humbi në atë set të pace për fat keq edhe në Tiranë. Në disa shme dhe në Tiranë njëjta gjë pa ashtu 3-2. Pra duket që nuk ishte aq diferenca, sepse sezonet në mos gaboj para 2 sezonesh apo dhe sezonin e kaluar Partizani ka fituar ndeshjet me 3-0 me dorë të ekurt pa vënë diskutim asgjë. Pra duket që sikur ai endeku që ekzistonte midis dy skuadrave është reduktuar. Është reduktuar, por nuk përsëriten më prap sezonet që të shkojmë prap neve, është rrugë e gjatë të shkosh prap deri në finale dhe pastaj të thuash, okay, edhe vitin tjetër janë ngushtuar diferencat, do vej edhe vitin tjetër pastaj shkrihesh fare si ekip edhe mbaron historia. Domethënë prap ekipi i Skënderbeut nuk arriti dot dhe mua më bëri përshtypje diçka brendon se po e ndiqja ndeshjen. Në setin e 5 kemi shkuar 3 pikë përpara në avantazh. Kështu që të shkosh në setin e 5 3 përpara, mos e menaxhosh dot pas të marr Partizani 7 pikë 8 pikë rresht, që unë nuk kam parë ndonjë nga këto ekipet e Korçës që të marrin 8 pikë rresht. Ata Partizani ka, për mua, Skënderbeu e ka humbur kampionatin shqiptar në momentin kur Erzeni ka eliminuar Partizani, sepse po të ishte Erzeni, do të ishte ndryshe situata. Partizani ka eliminuar Erzeni. Okej, po, atë do më thënë. Ai ishte dëshira që po pra dëshira ishte në moment po ta eliminonte Erzeni, okej. Kemi tjetër telefonat nga Korça. Alo, përshëndetje. Përshëndetje? Jo. Gabova? Do kostikë. Përshëndetje. Jeni live në studio. Jeni live në studio. Jo kostika. Po. Jo, vetëm gazetar nuk jeti. Pse e mendon kështu? Se je anti Skënderbeu. Nuk është e vërtet kjo. Se të kam dëgjuar gjithë kampionatin ke foru minus. Po pra, atë që dukej, a e vure re dhe ti këtë? Jo, ta shiklu. Ti nuk i përket Korçës. Po jo, e ke gabim këtë që po më thua. Më lere, po lere mos ka problem. Ore, ka shumë që mendojnë kështu. Ore, se tani më ngritën në pak nervat dhe do ta analizoj dhe një shpresoj që dëgjuesit të më dëgjoj. Si mund nuk jam unë anti Korçës kur unë kam një të tërë në stadium dhe unë dua më të mirën e atij Skënderbeu. Nuk e di mo zotri. Dhe ju të tjerët që mendoni kështu, se kam vënë edhe dy komente të cilat janë, domethënë, unë mendova se më doli fjala që në fillim që ky Skënderbeu kishte probleme, mirë po ka akoma nga këta që mendojnë kështu. Po mirë, mos si i thoni Skënderbeu të bukur këtij që keni parë në 5 ndeshjet e fundit, që 5 ndeshjet e fundit ti ka marr presidenti, nuk i ka fituar ekipin, mos zotrinj. Si i thoni Skënderbeu i bukur atij? Po që po mos kishin bërë atë golin me ndeshjen në penallti me Ilirinë, e di që Skënderbeu sot do diskutonte vendin e tretë me këto dy ekipe. Si mund t'i thoni Skënderbeu i bukur? Unë nuk jam anti Skënderbeu, unë jam tifozi numër 1 i Skënderbeut dhe dua më të mirën e Skënderbeut. Po, unë flas ato që shikoj dhe fusha e lojës mua më ka dhënë një shije shumë të keqe, jo vetëm në një ndeshje, por në të gjitha ndeshjet, sepse asnjë ndeshje Skënderbeu nuk e ka dominuar. Skënderbeu ka fituar me peshën e Fanellës, Skënderbeu ka fituar me pjesën e fatit, Skënderbeu ka fituar me të gjitha ato që unë kam analizuar, gjitha ato që ju më quani anti Skënderbeu apo anti Korçar. Më vjen shumë keq që i dëgjoj këto fjalë dhe ndoshta u revoltova pak tani, por që kur mua nuk më pëlqen një gjë, unë e them. Jeni mësuar në studio më përpara që që edhe kur diçka nuk shkonte, të thuheshin gjithmonë gjërat më të mira për Skënderbeun, për drejtuesit, po jo, nuk ka më. Skënderbeu do ta analizojmë ashtu siç duket dhe kur nuk më pëlqen ekipi, unë do ta them çdo radhë që nuk më pëlqen ekipi. Derisa të shikojmë një Skënderbeu që të na bindë. Pse Skënderbeu ndryshoi në këto ndeshje pa presion? Ke qejf ta shikosh, të gjithë kemi bërë tifoz, kam qenë në stadium, më ka argëtuar pafund. Po kur ky Skënderbeu ka qenë një Skënderbeu i lodhur që nga fillimi deri në fund e rrezikoi pafund gjitjen e kategori, atëherë nuk kam thënë asgjë më shumë se kaq. Dhe nuk jam unë anti Korçar. Edhe unë e dua më shumë Skënderbeun se sa zotëria që telefonoi.
Mirë, mos vazhdojmë atje tani se. Jo, e marr sepse më kanë bezdisur këto komentet e fundit. I kam parë shpesh, pavarësisht se 90% më kanë dhënë të drejtë, sepse u duk Skënderbeu si ishte dhe do duket edhe Skënderbeu ditën e diel se do mundet, do t'ja marr laçi kampionatin, do ta lejë kampionatin në ditën e fundit. Mirë, mos i emocional tash ti, mos fol. Mirë po, jo, se do duket ajo se unë e ndjej, kur e ndjej. Kemi tjetër telefonat në koment. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, o Flori, ku jeni ore? Përshëndetje Vlora. Përshëndetje Vlora. Dëgjo, u përshëndes të dyve. Po. Po të përshëndes ty që të pri vretje ai miku, të pri vretje. Jam me ty me fjalë që po thua ta mëm. Po. Të përshëndes ty që i godet ta mëm, si u godash flamurtari që nuk los mirë, çdo njeri që jo se do, koshë për shkak të dua flamurtarin. Po pra. Nuk lozin mirë trosh, do të trosh. Ore trosh do t'i themi të gjitha. Po. Nuk lozin mirë. Sa ai gabim shumë gabim foli ai. E po janë tifozët që se kuptojnë. Ty e lere për të ballit. Po ta themi si vërtet këtë, kur nuk los mirë Korça, nuk los mirë flamurtari, jep atë që takon. Po pra, pikërisht, ne s'është se duam. Jo të shash, më pat. Jo të shash ti kur vin puna, flamurtari ose Korça nuk los mirë, e kur vin puna shajnë lojtarët, ose shajnë trajneri ose arbitri. Nuk bëhet kjo të fitosh me pajisë, të fitosh me djerë. Po pra... Jo, jam me ty ata se me sinqeritet këtë. Faleminderit. Jam plotësisht dakord me ty, të fatë Zoti. Faleminderit. Ata me sinqeritet. Lozi flamurtari tani. Më fal pak, lozi flamurtari tani. Lozi më kënaqi, më nxori mallin e flamurtarit të parë. Me këtë kënaqi me Dinamon, ndeshja me Dinamon. Derbiti nuk ka nosur mirë. E më mirë, me Dinamon. Me Dinamon nuk kënaqet çimi. Jo, me u kënaq atje, nuk e di. Nuk e di, më tuk mirë, të kurdosi mirë flamurtari. Mirë tashi. Jo man, shkota. Jo man, nuk është se po flet gabim. Se ti atë e prijeton në fushën normale, pastaj sa u impenjua Dinamo është tjetër histori. Është muhabet, bravo, po. Ti themi trosh gjëra, e kupton? Jo, të kuptoj. Jo, jam me ty unë. Edhe unë ti po thukun të kam. Po. Për të plakut. Jo, dhe ti shumë mirë bën që mbështet flamurtarin, besoj se shkon në pasera po rregullisht në stadium apo jo? Jo, vete, po ama që do të mirë. Ja, unë do bëj vretjen. Unë kam një mikun tim që televizor. Kam një mikun tim atje, fles atje 6 Vlora. Dhe them, ore, çfarë bëjnë orë? Ore, aq japin orë thot ai. Aq nuk ka. Aq fuqi kanë, po. Aq ta kanë. Bravo. Po. Sa do anë mishoris, edhe puna nuk lozim. Po, iku ajo koha kur luanin atëre me pasion edhe me goçaj, ishte tjetër koha ajo tash. Ta di futbolli, bravo. Edhe do të themi fjalë, mos ma meni për keq, do të themi fjalë. Na thoj. Mos shiten në ndjes se ka filluar ku marri keq. E shiko, atë se vërtetojmë dot, po tash jo ekziston, është fenomen global për fat keq. Si mi jashtë edhe neve. Jo, janë këto të pranishme. Janë, pasaj sa janë, s'kemi si e verifikojmë atë, po që janë normalisht që për fat keq që janë, vazhdojnë t'jenë. Se na futbollit, jo mua, na futbollit në gjithë blot, në gjithë globin, ku marrë si, ta theme si në tetë këtë jam me binje të plot. Se nuk blihet një futbollist që bën një fabrikë, një paratë në pushë, një shpinë të plot. Nuk blihet një futbollist hajtë para, po blihet na kumari. E mirë, janë shumë gjëra që ndikojnë. Ka shumë faktore. S'është vetëm ajo. Jo, s'fole gabim, shpreh mendimin tënd, është normal. Ore, po të kam parë në një aty telefonata që bën ande nga Vlora atje, e bër viral o buri dhe, në TikTok. Gjithë të mira të urojmë Çimi. Faleminderit për telefonatën. Ju pafshi. Hajde, jo ka të mirë, natën e mirë e gjumë të ëmbël. Rosh. Shko, kalojmë te vollebolli se mos them edhe një fjalë tjetër unë me atë komentuesin tash se këta janë të njëjtët që komentojnë. Pak më gjaktot. Jo, më nuk është puna në gjaktot. Është emocionale aty. E bre, sepse bezdisem nga këto komente të cilat më etiketojnë si mirë bezdisesh mendimin e tyre edhe mund të gabuar. Brendon edhe ti duhet të kuptoshin diçka. Skënderbeu më mirë ta humbasën ndeshjen e fundit që të shikojnë edhe një herë këta po dalën, mos shikemi këta lojtarë që kemi. Po e dinë, po ta shikojnë edhe një herë. Ose ta shikojnë gjithë ata që doin të pranishëm. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Më vjen me të para folsin, më vjen keq atë gazdajnë ty i thatë llafin e keq. Po ska, është normale. Ai tha mendimin e vet, nuk ka ndonjë gjë të keq.
Jo, se punon se ta mendimin e vet, po nuk do të thosh sepse gazetari është më i mirë, unë flas nga luçi, nga sa vjen luçjes. Nga Lushnja, nga fshati është gazetari më është i mirë, nuk është gazetari i keq. Ju falenderoj shumë. Jo, ai nuk po e gjykonte si gazetar në aspektin profesional, pa i tha në kuptimin e tifozllekut si Skënderbej, tha, nuk e mbështet Skënderbeu. E gjykoj për ato që i tha, për llapët. Po tani kur del dhe shkruaj opinionet e di si është kjo, jo vetëm këtu në ne, po dhe në gjithë televizionet, sot është, domethënë të thuash të vërtetën, sot të bëjnë anti, e kupton? Sepse ne po themi të vërtetë ato, dhe kur thua të vërtetë, këto janë mësuar që të kenë atë ti mbash afër këta lojtarët ose janë të idhura. Domethënë si të bësh shumë like, po jo, s'ka, un jam ky që jam dhe kështu do jem gjithmonë. Un do them atë që shkon, atë që s'më pëlqen. Dhe ju pëlqen si pëlqen të tjerëve, është pjesë tjetër kjo pastaj. Nuk e di nëse ke e ndjek Skënderbeun, një tifoz i Skënderbeut. Jo, unë nuk ndjek futboll, nuk ndjek asnjë lloj futbolli, po mora vetëm për atë që tha i parafolsi, ai që voli para me. Po, e di me. Ju faleminderit shumë për mbështetjen. Faleminderit për telefonat. Edhe unë nuk jam tifoz as Velnaçi, po kështu kur ka për shembull i ndjek, po nuk jam tifoz i ashtu. O Lushnja, si do bëj Lushnja, se me sa duket do bjerë në kategorinë e 2 sezonin e ashtë. Lushnja, tani sa kam gjuar, po tani ranë që farë më duke në... Karan, po. Po thuaj se renësh, ma dhe... Ratë s'ka mbështetje. Për të ardhur keq, sepse ka funde nga bashkia, Goxha. Po. Mirë. Firojnë rrugës. Ju falenderojmë shumë për telefonatën. Ju kam respekt për telefonatën e hapët. Miru pafshim. Falenderit për telefonat. Vazhdojmë te voleybolli. Po, dhe po thosha për pjesën e voleybollit të meshkujve, pra që po reduktohet kjo distanca, po duket sikur skuadra nuk e di mbase do duhet në një përforcim më cilësor sezonin e ardhshëm nga ana e klubit, që të arritë të bëjë këtë hapin e madh, pra këtë që po e tenton, po i afrohet titullit, po ende nuk po e thyen dot Partizani. Po patë shumë tentativa të dështuara, pastaj fillon edhe u mbet fare rivaliteti. Jo, më nuk është. Kemi tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. 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 Përshëndetje, Iliri mos gaboj. Jo, Petrika, po gabosh. Gabohem, në rregull, më fal. Ti e di gabove? Tamam që po thua që sto fitoj Skënderbeu. Ashtu. Se ka pesimizm bre ti ka? Po s'më pëlqejnë bre, nuk më kam pëlqyer gjithë sezonin dhe... Mo se ka pëlqyer, ne kemi udhëhequr kampionatin fillim barim. Mirë, po ta shikosh me rezultate, ashtu është, po ti shikosh ndeshjet si kanë ardhur, si kanë qenë të vështira ato ndeshjet. Jo, ti ka po të besha ka, po e di për çfarë të mora. Po. Mund të na thuash ndonjë për të ardhmen që për në superioren. Shiko, nuk është masa po marrin çfarë, mund na jep ndonjë informacion, ndonjë gjë, ndonjë. Shiko, me sa kun kam djeni, Skënderbeu do të bëj një merkato me një numër të konsiderueshëm lojtarë të cilët unë nuk e kam një informacion. Mirë, po unë nuk e di se sa do të mbaj lojtarë nga këta që ka tani ose si do ta ndërtojnë ekipin. Po gjithsesi për këtë pjesë jemi pak shpejt. Le të shikojmë botrorin, shikojmë fazat përgatitore, kur të vazhdojnë, kur të ecin këto pjesët e lojtarëve. Kështu atëre ne do t'i diskutojmë çdo lojtar që do marr Skënderbeu, ne këtu jemi, do t'i ndjekim. Merkatoja hapet në datën zyrtarisht në 1 korrik, pra fillon hapet në qershor për ato që janë Kupat e Europës, por që kjo është në korrik. Megjithatë Skënderbeu i afron lojtar për ta kuptuar le të themi pretendimit apo mënyrat si do bëj, do duket që nga vendimi i parë, njëherë para se të filloj me lojtarët në merkato, do filloj me trajnerin. Pra do qëndroj gjoka apo do merret një trajner i ri dhe kjo besoj do zgjidhet brenda majit me shumë mundësi. Po. Ti ka je shumë i mirë, ti ka. Faleminderit. Ska gjë, le të shajnë, s'ka problem. Po ja, më nuk ka. Opinioni është opinion. Opinioni, po mua më Që fina i ka, po tash si do jetë e vërteta. Ashtu, po. Unë do ta vazhdoj edhe atë bisedën me atë zotërinj, po fliste, po gjithsesi s'ka problem. Ralinja na. Ralinja, okay.
Atëre unë të thash për pjesën e Po, voleybollit voleyboll, që nëse nuk kalon një kohë gjatë pa e fituar, domethënë nuk vete dot, se për shembull Direkt të marrë edhe një rast, Barcelona vit ishte më mirë se sa si vjet. Barcelona këtë vit çedoi. E kupton Kemi kjo? tjetër telefonat në këtë moment. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, je në studio. Përshëndetje. Po. Alo. Nga po telefononi ti lutem na dëgjon nga telefoni. Po, ngjoj shumë mirë. Jam nga Peqini. O, Faleminderit interesante. për telefonatën. Po? Jam nga Peqini, ju përshëndes të dyve. Faleminderit. Zoj respekt madh për emisionin e juaj Po? dhe për Ramit, për rubrikën sportive. Po. Shumë faleminderit. Jam një punojës nga qyteti Peqinit për 23 vitesh. Më duket na e ka thënë Romi Na këtë ka histori. na kishte dërguar të fala ti. Po, kam dërguar Po. Jeni i njëjti person, E okay. shumë mirë, në rregull dhe faleminderit që po na telefononi. Gëzoj respekt madh për ju dhe për gjithë stafin e Ramit. Kjo do të thotë që i ndjek emisionet e Rrethshikorçës. Jo, gjithë qyteti jon. Shumë mirë, na bëhet qefi. Përshëndesim atëre gjithë I qytetin e përshëndesim Peqinit. gjithë qytetin. Uroj Skënderbeut suksese Super League. Faleminderit. Po, 7 lojtar, bës vazhdoj. Ashtu është, e rëndësishme është në Super League, pas se si ndel kjo ndeshja e fundit, pak rëndësi ka. Po, sa mi luta qom nga Peqini jon. Gjithë të mirat, ju faleminderit shumë për telefonatën. Pafshim ta kaloni mirë suksese Skënderbeut dhe shoh televizor ditë në anë. Faleminderit, në rregull. Faleminderit që na ndiqni Faleminderit. rregullisht. Ja pra, s'kishim patur do të telefonues Nga Peqini, po. Okej, kalojmë tek futbolli ndërkombëtar Po. tashmë, e mbyllim apo do të thoj diçka? Jo, dhe për ta mbyllur, se voleybollin dhe meshkuj e zauruam tek femrat, se Skënderbeu femrave dihet që Po. e ka mbyllur sezonin, po finalja e fundit midis Pogradecit dhe Tiranës luhet ditën e sotme e fundit. Shpresoj mos jetë e fundit, vetë ka ndeshja e 5. Ajo është e fundit, është ajo sepse fiton Tirana, Ditën atë kemi e thënë. sotme luan pro Tirana me Pogradecin, shpresojmë që siç fituan ndeshjen e kaluar në Tiranë, vajzat e trajnerit Lisha, i cili Ti je rinovoi me dhe Pogradesin kontratën. në këtë ndeshje. Pogradeci Tirana, po me Pogradecin jam pse Po do me jema, Tiranën. unë jam me Pogradesin në futboll. Pogradeci për mua aty në gjitën superiore. Por këto të voleybollit morën si shumë ovë, po Tirana ka më ardhur. shumë se ç'duhet. Tirana ka ardhur në formë, ka eksperiencën, besoj S'po Tirana them- e mbyll sot. S'po them që Pogradeci është skuadër shumë superiore ndaj Po, Tiranës, se janë Tirana pothuajse ka aty, po. lojtare me eksperiencë, ka lojtare me cilësi, por më tepër është kampioni në fuqi. Po. Dhe për më tepër është një klub, të gjithë e dim çfarë klubi është Tirana në shumë drejtime edhe në shumë sportësh, edhe në voleyboll edhe në tjera. Nuk po diskutoj atë pjesë, thash për krah, nuk thash që do vej të fitoj me patjetër Pogradeci në Tiranë, por që shpresoj që të fitoj dhe ta çojnë ajo finalja e 5-të që të paktën ta ndajë le të themi në atë finalen e fundit në Pogradec, ta ketë shansin e fundit, ta ketë një shans. Disa më fakti që shko, ne e ndjekim sportin në rajon dhe ne mund të shkonim shumë mirë për ta parë atë ndeshje nëse vinte me mirë, po mua ai stadium pallati sportit në Pogradec nuk e më kalon një ndjesi kaq negative dhe kaq të keqe. Nga basketbolli. Jo, po mirë, mos e u mund nga basketbolli, jo. Janë ato nga mënyra e strukturimit mua, si pallataj, se kam thënë edhe në emisione të tjera, ke ato dy kolonat të cilat janë domethënë për kameramanët ato janë nuk e di domethënë i zjen koka që derisa të gjejnë pozicionin e duhur që ku ta kapin ndeshjen, dhe e dyta është arbitrat mo. I shkonte topi basketbollit arbitrit në gjoks. E kupton? Pra domethënë nuk kishte një vend ku të ishte vendosur tamam fusha e arbitrave në mënyrë siç e kemi ne këtu, tavolinit mos jetë në fushë. Aty lojtarët pak është e vogël, fusha është e vogël. Nga muri që nëse ka një vrull, një diçka mund të bëhet lojtari, mund të thyej kokën, ashtu edhe arbitrat. Tavolina e arbitrave projektuar kur e kanë bërë. Mund të zë, e di si është ideja më që të zë topi tek tavolina dhe thua s'doli, se mund ta ketë zënë gjysmë top, gjysmë dorë. Se vërteton në basketboll vlas, e kupton, edhe se vërteton dot. Jo, e kam këtu. Bëhen këto rikonstruksionet e pallateve 1.3 milion euro, 1.7 milion euro, shifra të shmendura dhe bëjnë diçka pa vlerë, domethënë një diçka kaq jashtë standardeve, saqë kjo do t'i kushtoj shumë, domethënë Pogradeci. Do t'i kushtoj shumë mos e ai pallat duhet të rikonstruktohet prapë nesër, nëse ke dy ekipe kompetitive edhe në basketboll dhe në voleyboll. Nëse në situata mirë. Të ardhmen mund të janë komplet më kot, janë komplet kot. Në çuditën pse ndodh kështu kjo.
shpresojmë që ky Toni mos jetë në këtë, domethënë derexhe. Ky Toni ka shiko, Pallati i Sportit i Pogradecit kanë përshtypjen atë strukturë ju vonë sepse aq e kishte sipërfaqen, sepse Pallati i Sportit i Korçës është tjetër. Dilmon çik nga sipërfaqja. Ka kosto ku diun. Po se çfarë kishte aq sipërfaqen tek pisa hyrse? Ke vend sa duash aty që e ka pjesë është pjesë e Po mirë, duhet ketë akses hyrje dalja ajo, se s'mund të kesh direkt hysh në Pallat Sport, direkt në fush. Dakord, ka shumë mundësi për ta bërë këtë, një arkitekt i zoti e bën. Po zona ku është ajo me që është ngjitur me stadiumin. Zgjeronte dot pak këtë. Po nuk e di si ka qenë projekti kur është bërë, ajo ka vite që është rekonstruktuar, nuk është rekonstruktuar tani. Kush më sa vite ka? Po duhet të ketë shumë besoj. Po 2 vjet më maksimum, 1 vit ka. Ky Arifi Berberi, po. 1 vit më ka. Ideja është 1 vit, se unë kam kaluar shpesh aty. Nuk besoj që, domethënë, e kanë bërë atë mënyra se si është ai, sepse nuk ka një strukturë, le të themi, as siç është Aslan Rusi në Tiranë, as Pallati i Sportit i Korçës, as pallatet e sportit të tjera në qytete të mëdha në Vlorë apo në Shkodër. Domethënë ai është një shumë i vogël, domethënë që kur i lindi në kuptimin që kur ishte struktura e vjetër ishte i vogël dhe tani me këtë strukturën që e rikonstruktuar nuk është se i bën ndonjë zgjerim dhe thjesht ajo 2 kolonat metalike. Besoj që thjesht janë për shkak të mbajtjes, nuk e di çfarë funksioni kanë realisht, se nuk jam inxhinier ndërtimi apo specialist i asaj fushë. Ato kolonat janë, por që nëse janë të domosdoshme për ndërtimin, mbase duhet gjeni ndonjë zgjidhje alternative që të mos pengonte kendin e shikimit. Për mua është e turpshme njëra, si bëjnë këto investime në këtë lloj forme njëherë, po gjithsesi mos ndalemi te kjo pjesë. Kalojmë tek futbolli europian. Kemi natyrisht ditën e sotme luajnë dhe gjysmëfinalet e Europa League dhe Conference League, por ditën e djeshme dhe ditën e martë janë luajtur 2 gjysmëfinalet e Champions League-s, Paris Saint-Germain Bayern Munich dhe Arsenal Atletico Madrid. Qëndrojmë pak tek ajo PSG Bayern sepse ishte mund të themi ndeshja e vitit ose edhe nga ndeshjet e historisë mund të themi. Po ishte vërtet një ndeshje spektakolare, duke si kështu po luani PlayStation, gol rast. Unë parashikoj fitoren e Parisit, sepse thash që mes fusha mbrojtja sulmi i Parisit është mish ndërvjedh dhe Bayeri ka probleme në ato pjesën e qendrës së mbrojtjes. Që ka pak problematik, nuk mund të ndihni me Reali nuk e tregoi problemin. Jo, nuk e treguan sepse Mbappé Vinicius kishin ato probleme. Po këta ishin pa përmbajtshëm, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Dembele, Doué, fantastik në çdo repart dhe treguan ekipin e tyre që shkoi deri në ndeshja dhe në 5-2. Karakteri më pas që tregoi Bayeri e ka lënë këtë ndeshje të hapur. Unë vazhdoj të mbështes Parisin dhe mendoj se Parisi do të kalojë, por Bayern tregoi karakter dhe i ka të gjitha mundësitë që në Allianz Arena ta përmbys të ndeshje dhe unë jam i sigurt që dhe në Allianz Arena do shikojmë këtë tablo, këtë pasqyrë, këtë spektakël dhe shpresoj të jetë akoma më e bukur sa ndeshja e parë, por që unë kam atë mendimin tim që me sa e shikoj unë Parisi ishte ekipi më në formë i Europës dhe i botës në dhe pse mos e fitoi ai që është më në formë. Jo, mirë, futbolli prandaj është i bukur se ka dhe këto surprizat, jo gjithmonë e fiton ai që është më në formë se janë rrethana një karton i kuq. Do dalën në ndeshja për shembull Paris Saint-Germain finale Arsenal ose Atletico. Mund ta ftojnë ato. Evitojnë ato sepse ato luajnë me nervat e kundërshtarit. Këto i kanë qef këto ekipet që luajnë mirë ato. Po, e kanë. Domethënë edhe Barcelona, Atletico e eliminoi, e kupton. Kështu që i kanë qef, kështu që mbetet e paparashikueshme Champions League. Tek Bayern unë do thosha që luajti pesh atë pjesën e reagimit që the ti. Se Bayern nisi mirë. Ajo është pjesa e fanellës, sepse Bayern është klub i madh, gjithsesi është 6 herë kampion i Europës, është një klub që historikisht ka qenë pretendent për Champions League-ën, çerkfinale, gjysmëfinale. Po vinte prilli. Sikur e lëshonte Bayern. Jo, nuk është se e lëshonte, po kur vjen ai moment që do ndeshesh me të fortë. Villarreal nga kanë nikur. Mirë, hiç në një rast të caktuar vërtet, ajo me Villarreal mund të ishte aksident apo edhe në një rast tjetër. Dhe me Interin vit nuk e meritoni të largoheshin. Po, prandaj po them e ka eliminuar Interi, Real Madridit, Barcelona dikur, Atletico Madridi një vit në kohën e Guardiolës kur ishte Bayern i mbaj mend. Pra, kur ka pasur raste që Paris Saint-Germain dikur gjithashtu në një klub anglez, pra kur keme kundërshtar të këtij niveli edhe mund të eliminohesh, se është më se mund të nuk është se ishte ndonjë. Si vit ka një ekip shumë simpatik. Po, dhe më bën përshtypje sepse duke parë ritmin dhe mënyrën se si po punonte kompani vitin e shkuar, nuk prisja një evolucion sepse lojtarët i ka, po duke sikur ishin më të dobët se ç'po tregonin. Është trajneri mirë ai kote. Është trajneri i ri normalisht, edhe ai donte ta afirmoj, po që më ka dhënë le të themi një impakt, një përshtypje shumë pozitive dhe mënyrën se ka menaxhuar. Tashmë. Shiko, unë besoj që duke qenë se Bayerni në shpirt skuadër shumë e fortë, unë besoj që e kalon. Pastaj e kalon me shtecë, sepse nëse ka ndonjë ndeshje të tipit ku diun 4-3 dhe shkon, sepse duhet thënë që nuk ka gol në fushë kundërshtare, kështu që po është distanca një gol në favor të Bayernit shkon në shtecë. Kjo e bën spektakolare, kështu që unë kam shtypjen o shkon në shtecë dhe ndoshta Neuer do e bëja dhurat në fund, se do të thënë që Neuer ditën e martë ishte pothuajse jashtë loje në çdo lloj pritje.
dhe kam përshtypjen në 11 metrsha dohet më mirë sa i portieri rusi i E ke Paris gabim ai Saint-Germain. përpara, jo në Kupën e Francës, mos gaboj, nuk e di një Po kompeticion. priti disa në Priti oktober. 4, jo disa, pra ja kapi të gjitha ekipit kundërshtar. Çfarë të bëjmë ai? Po nuk besoj se do jetë Jo, një jo. gjë Champions League, se Champions League ka tjetër, nuk është Kupë e Francës, është tjetër stek, është tjetër nivel. Dakor bre, po puna është që ai është portier shumë i mirë për penalti. Mbas, mbetet për të vërtetuar. Ai është pikë dobët për mua e Parisit, sepse Po që portier rus midis Bayernit dhe Paris, po mirë se edhe Chevalier shkon për titullar u mor Chevalier nga Lila. Po Chevalier nuk e di pse nuk ka rritur për shtatet, po bëri ca gabime në ndeshje caktuara, i kushtuan pikë ndeshjes pas. Si i erdhi fati atij portierit të jetë në një ekip më i mirë. Po Donnarumma, kështu që do vinte dikush. Që pse s'mor një më të mirë se Chevalier thotë. Po mbase nuk donin të shpenzonin aq. Qëndrojmë edhe pak tek Atletico dhe duhet të thënë që siç e parashikuam një ndeshje e frikës, pavarësisht se është nuan 2 gola u anullua dhe një 11 metrash. Dy apena me penalti, unë çfarë parashikoj një 0-0, praktikisht ajo 0-0 doli, por nëse zot kishte penaltit. Në një farë mënyrë Atletika për mendimin tim mund të meritonte pak më shumë, më sa e pashëndetshëm dhe mos pjesën e dytë. Ishte më vendosur mirë. Dhe pati disa raste që nëse Lukman do kishte qenë paksa më fin para portës, ishin 2-3 momente flagrante. Problem ka patur. Sepse goditi në qendër ja dha portirit Raja në dorë, po thosë. Atë problem ka patur Lukman gjithmonë. Kjo e ka lënë Lukman që nuk e ka bërë lojtar të madh. Që s'ka bërë hapin cilësor në karrierë. I ka cilësitë për një super lojtar. Po, ka driblimin, ka goditjen, ka po thjesht mungon finalisht. Ka vazhdueshmërinë dhe finalizimin. 2018-ën, që nuk gjuante dot për para portës. Por ajo që thosha për Lukman në momenti që më pëlqevi është që nuk ra në një moment në zonë, kur i ka ndërhyrë, nuk e di, Rice apo White në një moment dhe e vazhdoi, tentoi ta gjuajti dobët dhe apriti ra, sepse po të kishte rënë, meqense po diskutonin 11 metra. Jo mund ta merrte, ajo do kishte qenë penaltia më qartë nga të tre ato që u dhanë ditën e nesër, sepse ishin shumë karakter mo, pavarësisht se trajneri i tyre nuk ka karakter, sepse ai gjatë gjithkohës klon, ku do thot gjithkohës penalti ose jo. E kuptoj. Mirë, kemi arritur në fund të emisionit për ditën e sotme, kështu që do të ju urojmë natyrisht suksese Skënderbeut ditën e ardhshme. Shpresojmë të ridëgjojmë përsëri të njëjtën e ardhshme me një Skënderbeu kampion dhe të flasim për sezonin e ardhshëm gjithashtu në Super League. Ju falenderoj gjithëve që ishit pjesë e emisionit me telefonatat tuaja dhe ridëgjojmë përsëri të njëjtën e ardhshme. Mirupafshim.